Kombëtarja shqiptare zhvilloi paraditën e sotme në shtëpinë e futbollit seancën e radhës stërvitore në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e parë kualifikuese ndaj Anglisë. Skuadra zhvilloi një seancë të plotë stërvitore që zgjati rreth 1 orë e 30 minuta. Departamenti i komunikimit në federat bën me dije se Murashid Abdullah dhe Ardian Ismaili u stërvitën të diferencuar, por të dy futbollistët do të udhëtojnë me skuadrën drejt Londrës dhe deri në fund do të vlerësohet gjendja e tyre për ndeshjen me Anglinë. Stërvitja në minutat e para u fokusua te përgatitja atletike, ndërsa më pas u fokusua te loja me top dhe provimi i situatave apo skemave të ndryshme të lojës, duke provuar edhe goditjet në portë. Pas stërvitjes kombëtarja u kthye në hotel dhe më pas do të niset drejt aeroportit Nën Teresa, nga ku do të udhëtojë drejt Londrës. Më pas, po në stadiumin Wembley, skuadra do të mbyll përgatitjet për takimin e parë në kualifikueset e Kupës së Botës ndaj Anglisë. Ndeshja me Anglinë do të luhet të premten më 21 mars në orën 20:45 në stadiumin Wembley. Sa kaq pas ditën e nesërme në orën 18:15 trajneri Silvinho dhe një nga lojtarët e skuadrës do të dalin në konferencën zyrtare për media nga stadiumi i Wembleyt për të folur për këtë ndeshje të rëndësishme. Më pas, po në stadiumin Wembley, skuadra do të mbyll përgatitjet për takimin e parë në kualifikueset e Kupës së Botës ndaj Anglisë.